Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Në ditën e dytë të konferencës së sigurisë në Mynih, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vazhduar takimet me udhëheqës e politikan nga vendet e ndryshme të rajonit dhe Evropës. Gjatë ditës së sotme ai ka pasur një takim bilateral me homologun e tij kroat Andrej Plenković, i cili e uroi për formimin e qeverisë së re. Në këtë takim, dy homologët diskutuan rreth situatës së sigurisë në rajon, por edhe për fushën e mbrojtjes, bashkëpunimin bilateral si dhe luftimin e krimit të organizuar. Gjithashtu, dy kryeministrat folën për mundësinë e një mbledhjeje të përbashkët mes të dy qeverive. Kryeministri Kurti theksoi se me shtetin kroat, Kosova ndan vlera të përbashkëta dhe se ajo është përkrahase për antarësimin e Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Po sot, shefi i qeverisë ka pasur një takim me deputet Bundestagut gjerman, të cilët i falenderoi për mbështetjen e dhënë Kosovës. Kryeministri Kurti në margjinat e konferencës së sigurisë ka zhvilluar një takim edhe me administratorin e UNDP-s, Alexander De Croo. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio, i cili po qëndron në Mynih në kuadër të konferencës për siguri, paraqiti një vizion të ashpër për rendin global, duke paralajmëruar sfida për perëndimin për migracionin, ekonominë dhe rivalitetet gjeopolitike, ndërsa bëri thirrje për aleat më të fortë dhe reforma ndërkombëtare. Rubio tha se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i përkasin njëra tjetrës dhe se fati i Evropës asnjëherë nuk do të jetë i parëndësishëm për ne. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka folur sot në Mynih në konferencën për siguri. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i përkasin njëra tjetrës. Fati i Evropës asnjëherë nuk do të jetë i parëndësishëm për ne, tha Rubio. Rubio më tutje shtoi se sistemet e bashkëpunimit ndërkombëtar duhet të rindërtohen, duke kritikuar kështu OKB-n për mos zgjidhjen e konflikteve. Sa i përket ekonomisë, Marco Rubio deklaroi në konferencë se perëndimi ka dobësuar sovranitetin e vet, duke zhvendosur prodhimin jashtë vendeve të veta, ndërsa rivalet kanë investuar në energji dhe industri. Ai kritikoi politikat që, sipas tij, janë ndikuar nga një kult klimatik dhe që kanë varfëruar qytetarët, si dhe paralajmëroi se emigracioni masiv përbën kërcënim për të ardhmen e shoqërive perëndimore. Rubio theksoi se SBA-ja dhe Evropa kanë bërë gabime së bashku, por duhet të bashkëpunojnë për rindërtim, duke shtuar se administrata e presidentit Donald Trump synon rinovim dhe restaurim. Sipas tij, SBA preferon ta bëjë këtë bashkë me aleatët, duke theksuar se Evropa dhe Amerika janë pjesë e një qytetërimi të vetëm. Rubio tha se kontrolli i kufinëve është thelbësor për prosperitetin dhe nuk është ksenofobi, por akt sovraniteti kombëtar. Ai shtoi se institucionet ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, duhet të reformohen, edhe pse mbeten të rëndësishme. Për Aleancën Transatlantike, ai deklaroi se SBA dëshiron aleat të fortë që mund të mbrojnë veten, në mënyrë që asnjë kundërshtar të mos sfidojë fuqinë kolektive. Ai tha se Washingtoni nuk dëshiron të ruajë një status quo të dobët, por të ndërtojë një epokë të re prosperiteti. Sa i përket luftës në Ukrainë, nga pyetjet që ju parashtruan, Rubio tha se pyetjet më të vështira mbeten pa përgjigje dhe se nuk është e qartë nëse Rusia është serioze për paqe, por SBA do ta testojë këtë. Për marrëdhëniet me Kinën, Rubio theksoi se dy ekonomitë më të mëdha kanë detyrim të komunikojnë, edhe pse interesat shpesh nuk përputhen, duke shtuar se SBA duhet të shmangë fërkime të panevojshme pa cenuar interesat kombëtare. Mbi 200.000 qytetarë pritet të marrin pjesë në marshin drejtësi jo politik që do të mbahet pikërisht me datën 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në përvjetorin e 18 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu kanë bërë të ditur përfaqësuesit e platformës Liria ka emër, të cilët thanë se me këtë datë sheshi i Prishtinës do të jetë zëri i qytetarëve dhe simboli i përgjegjësisë për të mbrojtur lirinë dhe të vërtetën. Ne presim mbi 200.000 qytetarë në këtë marsh. Do të jetë marshi më i madh në historinë e Kosovës së Lirë. Por madhështia e tij nuk matet vetëm në numra. Do të matet me qetësinë tonë,
me disiplinën dhe dignitetin tonë dhe me seriozitetin e mesazhit që të ta përcjellim atë ditë. Ne nuk po dalim në rrugë për të krijuar tension, por po dalim për të treguar unitet. Po dalim në rrugë për të kërkuar drejtësi për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe shokët e tyre. Ky do të jetë një marsh pasor, një marsh dinjitoz, një marsh që do të tregoj pjekurinë qytetare të Kosovës. Dhe sot, për te fakteve dhe përgatitjeve, dua t'ju flas edhe për emocionin e 17 shkurtit, që është dita e pavarësisë sonë, është dita kur shpallëm para botës se jemi shtet i lirë, por liria nuk është vetëm akt juridik. Liria është ndjenjë, është kujtesë, është përgjegjësi dhe sot ne po tregojmë se e kuptojmë këtë përgjegjësi. Kur një popull ngrihet në mënyrë pasore për të kërkuar drejtësi, ai nuk do pson shtetin e tij, ai e forcon atë. Kur qytetarët bashkohen pa dallime moshe, bindje apo përkatësie, ata nuk krijojnë krizë, ata krijojnë vetdije. Prandaj ftesa jon finale është e thjeshtë dhe e sinqertë. Hajdni të gjithë, hajdni me familjet tuaja, merrni fëmijët përdore, merrni prindërit dhe gjyshrit, le t'u tregojmë brezave se si mbrohet dinjiteti me qetësi, me unitet dhe me kurajo. Ndërkohë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka treguar për përgatitjet që po bëhen rreth marshit drejtësi jo politik, i cili organizohet pikërisht me datën 17 shkurt. Ai tha se mesazhi i këtij marshi është i qartë, drejtësi jo politik. Krenar që kemi një rini që do Kosovën dhe nuk hesht përballë padrejtësisë. Ky është një marsh që i bashkon qytetarët, sepse drejtësia është mbi çdo dallim politik, ka shkruar ai. Esim tutje me informacionet të tjera të ditës. Grupi për studime juridike dhe politike në një konferencë për medje me temën 5 prioritetet për Këshillin Prokurorial të Kosovës ka paraqitur rekomandimet për funksionimin e mëtem të këtij këshilli. Sipas GLPS-s, pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve ligjore, Këshilli Prokurorial duhet të fokusohet në disa hapa kyç për të siguruar funksionim efektiv dhe në përputhje me ligjin. Tash e 4 vite Republika e Kosovës nuk ka kryeprokuror të shtetit me mandat të plot dhe për këto 4 vite kemi vetëm ushtrues të detyrës për këtë pozitë. Prandaj përveç se kërkesë e shoqërisë civile në Kosovë, është edhe kërkesë e raporteve ndërkombëtare që Këshilli Prokurorial i Kosovës, një nga vendimet e para pas funksionalizimit të plotë është që të marrë vendimin për shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Sigurisht edhe në të kaluarën kur është zhvilluar procesi i fundit për këtë pozitë, GLPS vlerëson që Këshilli Prokurorial duhet të kujdeset që i gjithë konkursi të jetë i lehtëshëm dhe që personi që zgjidhet për këtë pozitë të jetë me merit dhe të plotësojë të gjitha kriteret ligjore për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Pra vetëm një proces i lehtëshëm dhe vetëm një proces i bazuar në meritokraci mund të sjellë një kandidat i cili zgjedhet dhe emërohet për pozitën më të rëndësishme brenda sistemit të drejtësisë, siç është ajo e kryeprokurorit të shtetit. Boksieri kosovar Labinot Xhoxhaj është gati për një tjetër sfidë madhore në karrierën e tij profesionale. Sonte në lart të Gjermanisë, Xhoxhaj do të mbrojë për herë të dytë titullin e kampionit të Evropës në versionin EBU në një duel të fortë ndaj suedezit Pejman Sejfani. Boksieri kosovar Labinot Xhoxhaj është gati për një tjetër sfidë madhore në karrierën e tij profesionale. Sonte në lart të Gjermanisë, Xhoxhaj do ta mbrojë për herë të dytë titullin e kampionit të Evropës në versionin EBU kategoria e rënd në një duel të fortë ndaj suedezit Pejman Sejfani. Sipas të dhënave zyrtare, Labinot Xhoxhaj hyn në këtë meç me një bilanc mbreslënës prej 21 fitoreve dhe vetëm një humbjeje, duke u renditur në vendin e 35 në ranglistë. Ai është 32 vjeç me gjatësinë 183 cm dhe konsiderohet një nga peshat e rënda më stabile në skenën evropiane aktuale. Në anën tjetër, sfiduesi Pejman Sejfani nga Suedia ka një rekord prej 17 fitoreve dhe një humbjeje, e renditet në vendin e 111. Sejfani është 35 vjeç, ndërsa ka avantazh fizik, pasi që është i gjatë 190 cm. Sejfani njihet për disiplinën e tij taktike, goditjet e drejta dhe përvojën në duele të forta ndërkombëtare, çka e bën këtë përballje edhe më interesante.
Mesi do të zhvillohet në 12 raunde nën rregullat e EBU-s dhe pritet të jetë një test serioz për kampionin kosovar, i cili synon të konfirmojë dominimin e tij në Evropë. Trajneri Toklir Xhoxhaj ka theksuar se gjithçka ka shkuar sipas planit në prag të këtij dueli të madh. Ngjarja do të përcillet drejt për drejt edhe për publikun kosovar. RTK sonte do të nisë program special nga ora 20:05, përmes të cilit fillon edhe maratona e boksit në RTK, duke i kushtuar vëmendje të veçantë kësaj mbrojtjeje historike të titullit evropian nga Labinot Xhoxhaj. Një natë e madhe boksi pritet në Lar, me gjithë syt nga kampioni kosovar dhe misioni i tij për ta mbajtur titullin e Evropës. Karateistët e Kosovës nuk morën pjesë në kampionatin evropian për kadet, junior dhe U21 në Limassol të Çiprës, pasi shteti organizator nuk lejoi garimin me flamur, himn dhe simbole shtetërore. Autoritetet qipriote ofruan pjesëmarrje në flamur neutral, por Federata e Karates së Kosovës e refuzoi këtë opsion, duke i cilësuar të papranueshëm dhe diskriminues. Karateistët e Kosovës nuk morën pjesë në kampionatin evropian për kadet, junior dhe U21 që u mbajt në Limassol të Çipros për shkak të mos lejimit të paraqitjes me simbole shtetërore. Sipas sekretarit të Federatës së Karates së Kosovës, Nazmi Gashi, autoritetet qipriote, duke mos e njohur shtetin e Kosovës, nuk pranuan që ekipi të garonte me flamur, himn dhe simbole kombëtare njësoj si shtetet e tjera. Alternativa ishte pjesëmarrja nën flamurin e Federatës, propozim që u refuzua. Çipro nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe nuk ka pranuar që ne të jemi të barabartë si gjitha shtetet tjera, që atje të paraqiten me hymn, me simbole, me flamur, por ka thonë që ju mund vini këtu dhe të merrni pjesë nën flamurin e Federatës së Karates Kosovës, që për ne ka qenë e papranueshme. Bordi ekzekutiv i FKK-s vendosi të mos udhtoj fare, duke respektuar edhe vendimin e Ministrisë së Sportit që kërkon përfaqësim me simbole shtetërore në gara zyrtare. Ne ndihem të diskriminuar dhe pa simbole nuk do të marrim pjesë jo vetëm në Çipër, por në asnjë vend ku nuk lejohen si sportistë të barabartë marrin pjesë në kushte të barabarta me të gjithë. Prandaj dhe nuk kemi udhëtuar fare për atje. Kemi njoftuar bordin dhe kuvendin e Federatës, ne kemi filluar komunikimin ose kemi dërguar letrën e parë qysh me datën 8 tetor të vitit 2025, për shkak se kemi ditë që në vitin 2023 kemi pas problemin e njëjtë në Çipër dhe kemi ditë që mund kemi përsëri probleme dhe nuk na është kthyer fare përgjigje deri me datën 20 janar. Me datën 20 janar nga Federata e Çiprës kemi pranuar një letër, një email ku shkruan që Çipër nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe mund të merrni pjesë vetëm në flamurin e Federatës. Federata e konsideron këtë një humbje të madhe për sportistët me potencial medaljesh. Në kuvendet e radhës do të ngrisim zërin që këto kampionate mos t'jepen në vendet të cilat nuk i njohin shtetet ose nuk ju mundsojnë sportistëve të marrin pjesë si të barabartë me gjithë sportistët e tjerë. Për shkak se është një humbje e madhe e sportistëve. Ne kemi pas disa sportistë potencial që në këtë garë të stolisin me medalje evropiane dhe aty ne ju pamundsohet pjesëmarrja në garë. Si kundërpërgjigje ndaj këtij akti, Federata e Karates së Kosovës do të ndërmarrë hapa konkret ku do të dorëzojë një ankesë zyrtare në Komitetin Olimpik të Kosovës, e cila më pas do t'i adresohet Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.